Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Adoleshenti akuzuar për vrasjen e 15 vjeçarit Martin Cani mohon të jetë autori i krimit. Mario Përlleshaj thotë se plagosi me thik vetëm shokun e tij. Zbardhet vrasja me armë një 57 vjeçari në oborrin e shtëpisë së tij në Lezhë. Krimi ka motiv gjakmarrjen, policia identifikon autorin e shpall atë në kërkim. Ministri i Jashtëm Migli Hasani zhvillon një vizitë zyrtare në Qipro ku pritet nga homologu i tij. Diskutohet forcimi i bashkëpunimit në disa fusha. Sali Berisha akuzon kreun e SPAK Altin Dumani duke i quajtur pjesë të kartelit të drogës. Sulmon edhe gjyqtaren Irena Gjoka dhe kryeministri Rama. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Adoleshenti akuzuar për vrasjen e nxënësit 15 vjeçar Martin Cani në shkollën Fanoli në Tiranë mohoi të jetë autori i krimit të rënd. Përmes avokatit, Mario Përlleshaj pretendoi se kishte qelluar me thik vetëm shokun e Martinit, por pa dhënë shpjegime të tjera. Ndërkohë në seancë dëshmuan këtë të hënë disa të mitur që ishin të pranishëm gjatë konfliktit. Mario Përlleshaj, adoleshenti i arrestuar si autori i vrasjes së Martin Canit në shkollën Fanoli në Tiranë, ka mohuar përfshirjen e tij në krimin e rënd. Përmes avokatit të tij, Përlleshaj i tha gjykatës se ka goditur vetëm Luis Meçan, që mbeti i plagosur në ngjarje. Ndërkohë në seancën e sotme dëshmoi edhe një tjetër adoleshent që ishte i pranishëm në momentin kur nxënësi 14 vjeçar mbeti i vdekur. Vrasja e Martin Canit ndodhi më 18 nëntor 2024, rreth 200 metra larg shkollës Fanoli. Konflikti mes dy adoleshentëve kishte nisur 3 ditë më herët brenda ambienteve të shkollës për motive të dobta, ndërsa agravoi deri në përdorimin e armëve të ftohta. Sipas dinamikës që doli nga hetimet, Martin Cani dhe shoku i tij 14 vjeçar që ai kishte thirrur për mbështetje nga Sauku, ishin mbi trupin e autorit duke u përleshur kur i dyshuari i goditi me thik. Nga plagët humbi jetën Martin Cani dhe mbeti i plagosur shoku i tij, ndërsa gjatë konfliktit u vet plagos në para krahe dhe autori i dyshuar, që disa orë pas krimit të rënd, postoi edhe foton e thikës në rrjetet sociale. Mbi të miturin, rëndon akuza e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, një vepër penale që i rrezikon atij deri në 17 vjet heqje lirie. 15 vjeçari i plagosur me armë në ambientet e një picerie në Tiranë është jashtë rrezikut për jetën. Policia ndërkohë po kërkon autorin e krimit si dhe administratorin e biznesit që u përpoq të fshihte ngjarjen bashkë me punonjësit e tjerë. Aldin Eziri është autori i dyshuar i plagosjes së një 15 vjeçari pas ditën e së dielës në zonën Ali Demit në Tiranë. 21 vjeçari është ende në kërkim nga policia. Agjentët e krimeve në komisariatin numër 1 në Tiranë kanë arritur që të zbardhin ngjarjen e rënd, ku i mituri mori një plumb në qaf, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Ai tashmë ndodhet në spitalin e traumës. Vetëm 2 javë më parë i kishte nisur punën si kamarier në këtë piceri. Në kërkim është shpallur dhe administratori i biznesit. Sipas hetimeve, Leonardo Mejdani me 3 punonjës të tjerë të piceris tentuan të fshehin ngjarjen. Në pranga kanë rënë deri tani 3 persona: Ferit Basha, Kevin Bala, të dy 20 vjeç dhe Andi Hyka 29 vjeç. Ata akuzohen për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, pasi më njëherë pas ngjarjes kanë pastruar vendin dhe kanë hequr kamerat e sigurisë. Në hetim në gjendje të lirë është vendosur dhe një vajzë 15 vjeçe, kushërira të plagosurit e cila ka fshehur gjithashtu ngjarjen. Sipas dëshmive fillestarit të tyre, plumbi ka ardhur nga jashtë, por hetuesit kanë kuptuar nga pozicioni qitjes se preda vinte nga brenda ambienteve. Ndërkohë i mituri që ndodhet në spitalin e traumës nuk ka pranuar që të flasë për policinë. Hetimet janë përqendruar në 2 pista: konflikt për lekët ose drejtimi i armës gjatë një loje mes tyre, dhe ngjarja mund të ketë ndodhur aksidentalisht. Arma dyshohet se nuk është pistolet e mirëfillt, por në formën e stilolapsit ose një prodhim artizanal. Vrasja e një 57 vjeçari në oborrin e shtëpisë së tij në Lezhë ditën e diel është bërë për gjakmarrje. Policia siguroi disa prova e dëshmi duke arritur të identifikojë autorin. Policia ka zbardhur vrasjen e ndodhur të dielën e tale të Lezhës, ku viktim mbeti 57 vjeçari Pjetër Kaza. Blut kanë arritur që të identifikojnë autorin dhe e kanë shpallur në kërkim.
Sipas burimeve në komisariat janë shoqëruar mbi 10 persona lidhur me këtë ngjarje. Blut bëjnë me dije se autori i dyshuar ka qelluar me armë zjarri tip automatik në drejtim të kazës në momentin që ai kishte zbritur nga makina për të hapur portën e banesës. Si pasojë e plumbave, 57 vjeçari humbi jetën. Burime nga grupi hetimor shtojnë se ka dyshimet e forta se në këtë krim të jetë përdorur armë silenciator, për shkak se asnjë prej dëshmitarëve në zonë nuk ka dëgjuar të shtënë armësh në momentin e krimit. Pista kryesore e hetimit është gjakmarrja. 57 vjeçari u gjet nga bashkëshortja e tij rreth orës 5 të mëngjesit të së dielës, pasi viktima ishte kthyer nga turni i natës, ku punonte në minjerin e Spaqit në Mirdit. Ministri i Jashtëm Igli Hasani u prit në Qipro nga homologu i tij me të cilin diskutoi forcimin e bashkëpunimit në disa fusha. Ndërkohë të martën, shefi i diplomacisë shqiptare do të vizitojë Athinën. Diskutimet kryesore pritet të fokusohen tek çështja e kufirit detar mes dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani ndodhet sot në një vizitë zyrtare në Qipro, ku u prit nga presidenti i Republikës së Qipros, Nikos Christodoulides. Hasani e konsideroi këtë vizitë e rëndësishme për të konsoliduar marrëdhënien mes vendeve dhe për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik në fusha si turizmi, energjia, teknologjia e informacionit dhe komunikimi, arsimi, farmaceutika dhe ndërtimi. Ministri prit gjithashtu nga homologu i tij Konstantinos Kombos, ku fokusi i diskutimit u përqendrua te integrimi evropian i Shqipërisë dhe mbështetja gjatë drejtimit të presidencës së Qipros në Këshillin e BE-s në vitin 2026. Gjatë kësaj vizite, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet akademive diplomatike të dy vendeve për bashkëpunim në trajtimin diplomatik. Me interes shihet edhe vizita e ditës së martë e ministrit në Greqi, ku më herët në një intervistë për mediat greke Tanea, e cilësoi vizitën si domosdoshmëri për fuqizimin e dialogut dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Qeveria shqiptare mbetet e hapur dhe plotësisht angazhuar për promovimin e dialogut për të gjitha çështjet dypalëse që janë pezull. Nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit konstruktiv, ne besojmë se është e mundur të adresohen të gjitha çështjet përkatëse, në mënyrë që të përputhen me rregullat ndërkombëtare, duke u bazuar në lidhjet e thella historike dhe afërsinë gjeografike që lidhin dy popujt tanë prej brezash. Këto lidhje të përhershme kanë ndihmuar në formimin e një marrëdhënieje që duhet të vazhdojë të udhëhiqet nga bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërsjellë. Vizita ime në Athinë është një mundësi për të ndërtuar mbi këtë themel dhe për të riafirmuar përkushtimin ton të përbashkët për dialog konstruktiv. I pyetur për përqindjen e lartë të votave që siguroi qeveria nga migrantët e Greqisë, Hasani u shpreh se ky fakt pasqyron besimin e tyre të vazhdueshëm ndaj kryeministrit shqiptar dhe angazhimin e qeverisë për reforma thelbësore. Sali Berisha përsëriti këtë të hënë të njëjtat akuza ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, të cilin e bëri pjesë të kartelit më të rrezikshëm të trafikut të drogës. Lideri i opozitës shënjestroi edhe gjyqtaren Irena Gjoka si dhe kryeministrin Edi Rama. Ish-kryeministri i vendit Sali Berisha, i detyruar të paraqitet në SPAK, akuzoi drejtuesin e këtij institucioni Altin Dumani si të lidhur me krimin. Kjo zyrë shteti do të shpallet seksion i kartelit Troplini, do të shpallet seksion i kartelit më të fuqishëm të drogës në Europë, karteli vetëm që administron portin kryesor të vendit, portin e Durrësit. Ndaj dhe në shënimin që i lash Altin Troplinit, e informova se sot e tutje nga Dumani do ta quajmë Altin Troplini. Lideri i opozitës i tregoi mediave një kontratë qiraje ku sipas tij qiradhënëse rezulton gjyqtarja Irena Gjoka. Kryedemokrati pretendoi se ajo ka kryer falsifikim dokumentesh pasi ka përdorur kodin civil të vitit 2014 për të lidhur kontratën e vitit 1996. Kjo kontratë, thot, dëgjojeni tani, kjo turpron edhe shtetin e Gomarit, më falni. Por paraja denigron njerëzit në atë shkallë sa i transformon. Kjo kontratë e 18 shkurtit 1996 hartohet në pajtim me net 825 të kodit civil.
miq, Kodi civil i miratuar në vitin 1994 ka patur gjithsejt 280 sanene. Dosja Partizani, për të cilën Berisha akuzohet se ka kryer korrupsion pasiv, kaloi për gjykim në 19 maj. Shorti përcaktoi se do të jenë gjyqtarët Elsa Ulliri si kryesuese e seancës dhe 2 antarët, Rudina Palloi e Bim Ndreca, ata që do të shpallin vendimin përfundimtar për fatin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe të dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi. Mbledhja e Komisionit Parlamentar të Ligjeve u shoqërua me debate. Deputetët demokrat vijuan me akuzat për deformimin sipas tyre të vullnetit të qytetarëve në 11 maj. E njëjta situatë ishte edhe në komisionet e tjera ku opozita përsëriti se në Shqipëri është instaluar diktatura. Opozita shfryzoi rinisjen e punës në komisionet e Kuvendit për të denoncuar procesin elektoral të 11 majit, por interesi i deputetëve në këtë javë të fundit të mandatit ishte dukshëm i ulët. Në komisionin e ligjeve nuk janë rizgjedhur 23 antarë nga 37 që ka komisioni së bashku me zëvendësuesit. E nga opozita në mbledhje morën pjesë vetëm 3 deputetë, të cilët nuk do të jenë më në shtator. Ç'është kërkesa juaj për procedurë? Sa analizën e zgjedhjeve ta bëj secila parti, nuk është komisioni i ligjeve për këtë punë. Nuk ju ndërpres, vetëm dua të rini tek rendi ditës se keni kërkuar fjalën për procedurë. Por më shumë foli krimi foli më fort. Kërkesa për procedurë është që kjo lloj fitore që e keni bërë më kesë 96-ën është një rrezik i madh për demokracinë. Është një rrezik që jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore që u përdorën parat e krimit, por edhe gjatë numërimit të votave u bë një manipulim, nuk i shiquar numërues, por artist për manipulimin e votave. Ali Beja, i cili nuk arriti të zgjidhet me Partinë Djathtas 1912, hodhi propozimin që parlamentit mos mblidhet më, pasi nga zgjedhjet ka dalë kuvendi i ri. Në fakt, ne mund të jemi ish deputet. Ne nuk kemi dagrin për të përfaqësuar publikun shqiptar nga data 11 e këndej. Dhe unë do t'ju sugjeroja, do të kërkoja që të procedohet deri në teorik vetëm me shqyrtimin, në fazën e shqyrtimit të këtyre projekt ligjeve, ndërkohë që miratimi dhe votimi tyre, qoftë komision, qoftë në seancë, do duhet i përcillet kuvendit të ri. Pavarësisht propozimit Ali Beja, Komisioni i Ligjeve miratoi kalendarin e raportimit të institucioneve të pavarura, ku bie në sy se drejtuesi Spakut Altin Dumani do të paraqitet në Komisionin e Ligjeve në 24 qershor. Në të gjitha komisionet e parlamentit sot, veçanërisht tek integrimi dhe media që drejtohen nga opozita, deputetët demokratë i mëshuan qëndrimin se 11 maj ishte farsë elektorale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur poshtë pretendimet e Partisë Demokratike se votat e diasporës në Greqi janë tjetërsuar. Në një kthim përgjigje për shoqatën Diaspora e Lirë, KQZ thotë se janë në proces kontrolli të gjitha firmat e zgjedhësve dhe janë dorëzuar edhe Partisë Demokratike për Greqinë. KQZ shprehet se DL ka zbatuar protokollin e dorëzimit për shpërndarjen dhe mbledhjen e zarfave dhe se disponon provën e dorëzimit për të gjitha dërgesat. KQZ ka shpjeguar se DL si është dhënë leje për të nënkontraktuar procesin. Policia e Korçës ka ndërmarrë një operacion kundër trafikut dhe shpërndarjes së drogës, duke vënë në pranga 3 persona. Gjatë kontrolleve në makina, apartamente dhe biznese janë gjetur sasi lëndësh narkotike dhe shumë parash. 3 persona janë arrestuar nga policia në Korçë për shpërndarje të lëndëve narkotike. Midis të ndaluarve është edhe një çift bashkëshortësh dhe një person tjetër me precedent penal për të njëjtën vepër. Arrestimi i tyre është kryer në orët e para të mëngjesit teksa po udhëtonin me një automjet në të cilën u gjetën sasi të ndryshme lëndësh narkotike të dyshuara si kokainë dhe kanabis, si dhe mjete të posaçme për peshimin e tyre. Gjatë kontrolleve të mëtejshme të ushtruara në automjet, në banesat e personave të arrestuar dhe në një ambient tjetër privat, shërbimet e policisë sekuestruan gjithashtu 2 makina dhe një sasi të konsiderueshme parash, të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Ky është operacioni i tretë antidrog i zhvilluar në qytetin e Korçës gjatë ditëve të fundit, duke çuar në 6 numrin e përgjithshëm të personave të arrestuar në këtë veprimtari. Policia e Korçës thotë se operacionet për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve do të vijojnë.
Një zjarr ka përfshirë mesditën e kësaj të hëne kodrat me ullishte të fshatit Zhupa në Fier. Flakët që janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era janë pikasur nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar me njëherë shërbime zjarfikse. 2 mjete kanë bërritur në vendngjarje, por ndërhyrja ishte e vështirë për shkak të terrenit. Deri tani është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me bimësi, shkure e ullinj, por fatmirësisht banesat ndodhen larg. Për të 25 herë radhazi, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet. Në seancën e kësaj të hëne morën pjesë 104 deputet, ndërsa seanca e radhës është caktuar të mbahet të mërkurën në orën 11. Këtë herë Komisioni për votim të fshehtë mori vetëm 51 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Që nga betimi i deputetëve në 19 prill, seanca ka ngecur pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Fillimisht votimi për kryetare për kandidaten e lëvizjet zvetëvendosje Albulena Haxhiu u zhvillua në mënyrë të hapur, por ajo nuk arriti asnjëherë të sigurojë votat e nevojshme për këtë pozitë. Më pas, si zgjidhje vetëvendosje propozoi ngritjen e një komisioni për votim të fshehtë, propozim që vazhdon të dështojë, ndërkohë që partia insiston në këtë opsion. Deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët për të konstituuar përfundimisht Kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit mund të formohet qeveria. Nëntë konkurentët e mbetur në garë në fermën e vipave janë vënë përballë dinamikave dhe sfidave të Agait. Në afrimin e finales së madhe janë shtuar edhe përplasjet mes tyre. Në një garë ku çdo ditë vjen e bëhet më e ngarkuar me emocione, ferma VIP 2 po kthehet në një arenë të vërtet sfidash, tensioni dhe aleancash. Çdo orë që kalon forcon ndarjet, zbulon karaktere dhe teston kufit e durimit. Marrja e drejtimit të punëve të fermës nga Ndueli pas zgjedhjes së tij nga Frederiku, i eliminuar i spektaklit të së premtes, ka sjellë reagime të ndryshme në radhët e fermerëve. Megjithatë, kryefermeri është treguar i kujdesshëm duke ndarë detyrat në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Elinar ka punë tjetër. Organizimi i punëve dhe përkushtimi maksimal ndaj mirëmbajtjes së fermës vjen të jetë mbi rivalitetin dhe dinamikat e lojës. Ndaj dhe frytet e këtyre punëve kanë filluar të dalin në pa. 70% buxhet për fermerët ka ardhur si një mundësi e artë për përmirësimin e kushteve në fermë pas një jave të vështirë që konkurrentët kaluan. Sfidat e lojrat e organizuara nga Agai kanë gjallëruar ndjeshëm javën, duke krijuar një atmosferë dinamike dhe të paparashikueshme. Megjithatë, për të sfidave nuk ka munguar edhe energjia pozitive. Temperaturat e larta dhe ardhja e verës kanë nxjerrë pak lojën. Të ndarë në 2 grupe, fermerët realizuan 2 ambiente të ndryshme në fermë. Në një anë plazhi e nga ana tjetër kampingu. Kjo sfidë veç të tjera solli edhe shumë argëtim mes konkurrentëve. Por cilat do të jenë këtë herë formulat e Agait? Çfarë pushteti do të ketë në dorë zgjedhja e publikut? E ndërsa ora 21 po afron, spektakli i sotëm që transmetohet live në Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara të platformës String premton surpriza dhe sfida emocionuese që do të trëndisin edhe një herë balancat në fermë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.